Hey, super fëmi, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Eva dhe Howardi po shikonin pas xhamit të një dyqani, kungujt me ato buzëqeshjet e tyre të frikshme. Më duhet të shkruaj një raport për Halloween. A shikon Kafkën? Por nuk është për vërteti. Eva ndjeu t'i përzihej në stomak. A do vish në mbrëmjen e Halloweenit? Nuk e di, mbase, për tani më duhet të ikë në shtëpi. Pasticëria e ngjitur po reklamonte biskotat e tyre super të mira. Halloween kishte me të vërtetë shumë shpenzime. Je pothuajse e fundit. Jam e uritur. Ku në botë janë kungujt që ishin në dritare? Janë në koshin e plerave, ku po trembin ata që janë atje. Në koshin e plerave? Lexoje këtë artikull nga gazeta e sotme. Eva pothuajse u mbyt nga pica kur lexoi se çfarë do të thoshte Halloween. 31 tetor, shtriga dhe një fest për Satanin. Historia është mbi 2000 vjet e vjetër. Viti i ri i keltëve. Ata jetonin pa Zotin dhe besonin në shumë perëndi. Ata besonin se Samhai, perëndia i të vdekurve, vjen në këtë natë dhe mbledh të vdekurit. Atëherë Halloween është fest për djallin. Halloween është shkurtimi për mbrëmjen para ditës së gjithë shenjtorëve. Në atë kohë, magjistarët gdhenin rrepa, fusnin një qëri brenda tyre, i vendosën para shtëpisë së tyre dhe po thërisnin: dhurat apo mallkim. Kushdo që nuk sakrifikonte për Samhain, ishte i mallkuar. Shpirtrat e maskuar që lypin në ëmbëlsira na kujtojnë këtë zakon pagan. Bibla thot: shmangni të keqen. Halloweeni është një natë e keqe. Nuk e dija këtë, por duke filluar që tani do të ketë Halloween pa mua. A ke lexuar për sakrificat? Eva u zbek krejt në fytyrë, ndërsa lexoi se njerëzit i flijoheshin Satanit. Sa e tmerrshme. Djalli është gënjeshtar dhe vrasës, dhe Halloweeni është dita e tij. Zoti tha që ne nuk duhet marrim pjesë në zakonet pagane. Prandaj them edhe unë: Halloween pa mua. Po ju, a besoni në Jezus Krishtin? Nëse po, keni një arsye për të festuar Jezusin, dhe jo festa të tilla të frikshme. Unë nuk do të shkoj në festën e Halloweenit. Tani do t'i çoj një mesazh Howardit. Halloween pa mua. Dhe shpresoj edhe pa ty. A dëshironi të dini më shumë për Halloweenin? Nëse po, më shkruani. Me shumë kënaqësi do t'i përgjigjem pyetjeve tuaja apo çdo komenti që keni. Super fëmi, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Këto histori mund t'i ndiqni në çdo kohë në YouTube në kanalin e Radio 7 Albania. Nëse keni pyetje, na shkruani në fëmi@radiovis7.net. Nga Leda, mirë dëgjofshim së shpejti.